Yasir Hasani do të rikthehet tek Esteghlal. Panorama Sport mëson ekskluzivisht se palët kanë arritur marrëveshjen që Hasani të luajë sërish në Iran. Disa ditë më parë u raportua për prishjen e kontratës nga ana e Hasanit, ndërkohë situata ka ndryshuar dhe sulmuesi i kombëtares do t'i bashkohet Esteghlalit. Rreth 850.000 euro u pagua në verën e kaluar për transferimin nga Guangzhou. Hasani ndërkohë shënoi 13 gola ndërsa regjistroi 29 paraqitje. Disa ditë më parë u raportua për prishjen e kontratës nga ana e Hasanit, ndërkohë situata ka ndryshuar dhe sulmuesi i kombëtares do t'i bashkohet Esteghlalit. Rreth 850.000 euro u pagua në verën e kaluar për transferimin nga Guangzhou. Hasani ndërkohë shënoi 13 gola ndërsa regjistroi 29 paraqitje. Ray Manaj pritet të ketë një rol të rëndësishëm në Sivasspor në sezonin e ri, teksa trajneri i skuadrës turke Ismet Tashdemir ka shprehur pritshmëri të larta për sulmuesin shqiptar. Tekniku i Sivassporit, duke folur për situatën e ekipit para nisjes së sezonit të ri, u ndal edhe te Manaj, duke theksuar rëndësinë e rikthimit të tij në formën më të mirë pas problemeve fizike që e penguan gjatë edicionit të kaluar. Ray Manaj është një lojtar shumë i rëndësishëm, edhe unë, si të gjithë, kam pritshmëri të mëdha nga ai, deklaroi Tashdemir. Trajneri turk kujtoi se mungesa e sulmuesit shqiptar në disa ndeshje të sezonit të kaluar ndikoi te rezultatet e skuadrës. Nëse do të kishim fituar edhe vetëm një nga ndeshjet ku Ray Manaj mungoi për shkak të dëmtimit, ndoshta mund të kishim arritur në finalen e play-offit, u shpreh ai. Manaj, i cili është një nga pikat kryesore të sulmit të Sivassporit, shihet si një nga lojtarët mbi të cilët klubi turk mbështet ambicjet e tij për sezonin e ri. Tashdemir theksoi se rikthimi i tij i plot fizik do të jetë një faktor i rëndësishëm për objektivat e skuadrës. Është e rëndësishme që Ray Manaj të jetë me ne i shëndetshëm. Shpresojmë që së bashku me të dhe lojtarët e tjerë ta përballojmë sezonin në mënyrën më të mirë, përfundoi trajneri i Sivassporit. E ardhmja e Kristian Aslanit te Interi vazhdon të jetë në pikpyetje. Mesfushori i kombëtares shqiptare mbetet një nga emrat që mund të largohet nga skuadra zikaltër gjatë kësaj merkatoje, ndërsa drejtuesit e klubit po shqyrtojnë mundësitë për një transferim të mundshëm. Pavarësisht të zërave për largimin, trajneri Kristian Kivu i dha minuta shqiptarit në miqësoren e parë të fazës përgatitore, ku Interi fitoi me rezultatin e thellë 16-0 ndaj skuadrës gjermane SV Assen. Ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte pozicioni i Aslanit në fushë. Ndryshe nga roli i tij natyral në mesfushë, tekniku rumun e aktivizoi si qendërmbrojtës në pjesën e parë të ndeshjes, duke testuar aftësinë e tij për të ndërtuar lojën nga prapavia. Sipas mediave italiane, bëhet fjalë për një provë taktike të Kivus, i cili kërkon që mbrojtësit e tij të kenë cilësi në qarkullimin e topit. Megjithatë, ky eksperiment nuk konsiderohet si një sinjal se Aslani do të ketë një rol të ri në skuadër. Raportimet në Itali vijojnë të theksojnë se mesfushori shqiptar mbetet në listën e lojtarëve që mund të largohen para mbylljes së merkatos, ndërsa Sassuolo është opsion. Interi synon të gjejë një zgjidhje përfundimtare për kartonin e tij, ndërsa interesi nga klube të tjera nuk mungon. Për momentin, Aslani vijon të stërvitet me grupin dhe po shfrytëzon fazën përgatitore për të bindur Kivun, ndërsa e ardhmja e tij pritet të qartësohet në javët e ardhshme. Renditja e re e FIFA-s ka sjellë disa ndryshime në klasifikimin e kombëtarëve pas rezultateve të fundit në arenën ndërkombëtare. Shqipëria ka pësuar një rënje të lehtë, duke humbur një pozicion dhe duke u renditur tashmë në vendin e 67 në botë. Kuqezint janë kaluar në klasifikim nga Kepi Gjelbër dhe Ghana, duke zbritur me një shkallë në listën e FIFA-s. Ndryshe paraqitet situata për Kosovën. Dardanët nuk kanë pësuar asnjë ndryshim në renditje dhe vazhdojnë të mbajnë vendin e 78 në klasifikimin botëror. Në krye të renditjes ka ndryshuar lideri. Spanja është ngjitur në vendin e parë pas triumfit në Kupën e Botës 2026, duke kaluar Argjentinën, e cila tashmë renditet e dyta. Pozicionet pas tyre plotësohen nga Franca dhe Anglia, dy skuadrat e tjera që arritën fazat e fundit të turneut. Përfaqësuesit shqiptare dhe kosovare do të synojnë përmirësimin e pozicioneve të tyre në vazhdim, përmes rezultateve pozitive në ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare, duke nisur nga shtatori në Ligën e Kombeve, ku natyrisht synohet vendi i parë në grupet respektive dhe të tentohet europiani nëpërmjet këtij kompeticioni. Luis Hasa nuk është pjesë e miqësores që Napoli po luan me Arezon. Ky fakt shton zërat që 22 vjeçari do të prezantohet te Frosinone në vazhdim. Hasa ishte për herë të fundit pjesë e Kararezës në Serin B, aty ku qëndroi huazuar dhe bëri mjaft mirë. Mesfushori ndërkohë pritet të luajë në Serie A, por te Frosinone që ja doli të rikthehet në elitë. Trajneri Massimiliano Allegri rezulton të mos e ketë në plane.
Hasa është pjesë e kombëtares shqiptare që nga qershori, trajneri Maran madje i dha mundësinë për të debutuar.